Bismillah. Po filloj me tawafin fillestar. Niset umregjiu drejt gurit zi, drejtohet nga ai dhe thot: Bismillah, Allahu Akbar. Pastaj e prek me dorë gurin e zi, e pull dhe përkulet pranë tij, kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Omeri dhe Ibn Abbasi. Nëse nuk mund me prek me dorë, e përshëndet atë. Kështu vepron pra në çdo gjëro, në çdo rrotullim. Prekurit e gurit zi është mirësi e madhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Allahu në ditën e gjykimit do ta rikthej ringjall gurin e zi dhe do t'i jap kamillon dy sy, që me pa dhe gjuhë për me fol, dhe dëshmu se kush e ka prek atë me sinqeritet për hir të Allahut azza wa jall. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: prekja gurit zi për Haxherul Asvedit dhe kandit Ruknul Yemani për kandit Yemenit fshin gjitha mëkatet, gjunat. Guri zi është prej xhennetit dhe ka qenë më i bardhë se sa bora, por është në zi për shkak të gjunave, mëkateve të mushrikëve idhujtarëve. Të nderuar umregji, umregjiu fillon me tawafin rreth Ka'bes nga e majta e tij dhe i vjen rrotull 7 herë, prej gurit zi deri te guri zi është një rrotullim. Kur të sillet rreth Ka'bes duhet ta lishoj poshtë ihramin, pra duke zbulu pjesën e epërme të shpatullës djathtë, por e mbulon pra shpatullën e majtë. Kjo quhet tiba. Kjo duhet të veprohet pra në të 7 gjerot tawafit. E prek me dorën e tij kandin e Yemenit në çdo tawaf, por nuk e puth. E nëse nuk mundet me prek, atëherë nuk duhet ta përshëndet me dorë. Në mes tawafeve, thot apo duaja e njohur është: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, që do të thonë: o Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dynja, e të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit të xhenemit. Umregjit nderuar, nuk ka ndonjë lutje të posaçme gjatë tawafit rreth Ka'bes, por mund të lexoj diçka nga Kurani ose diçka prej lutjeve, duave të përgjithshme, ka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: tawafi në shtëpinë pranë Ka'be është namaz. Tawafi në Ka'be është namaz. Mirë po Allah e ka leju me fol në ta, por nëse dikush dëshiron të flas, le të flas vetëm fjalë të mira. Në një rivajet transmetim tjetër, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë: andaj paksoni të folurit në tawaf, ma pak fjalë, ma pak të folme. Nuk lejohet të bëhet tawafi rreth Ka'bes me menstruacione, kjo ka të bëjë me anën e grave, pra nuk lejohet mu bë tawaf me menstruacione. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Aishës radhiyallahu anha, kur ajo erdhi për ta kryer umrën në haxhin e lamtumirës, ka thënë: vepro ashtu siç veprojnë haxhit, veçse mos bën tawaf rreth Ka'bes dhe mos u fal derisa pastrohet nga menstruacionet. Kur e përfundon tawafin 7 rrotullimet, haxhiu duhet ta mbuloj krahun e djathtë dhe niset drejt mekami Ibrahimit dhe thot: wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Bëheni pra vendin, mekamin e Ibrahimit, si vend faljeje. Në mes tij dhe Ka'bes, mekami Ibrahimit, e fal pra 2 rekate. Lexon në 2 rekate. Në 2 rekate suret. Në rekatin e parë kul ya ayyuhal kafirun, kurse në rekatin e dytë lexon kul huwallahu ahad. Pasi mbaron namazin, shkon tek Zemzemi, pi ujë prej tij dhe derë për mbi kokë, pra në kokën e tij, pra e lan kryt me Zemzem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: uji i Zemzemit është për atë qëllim që pihet, pra për çka e bën nijet. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: ky pra uji i Zemzemit është i bekuar, ushqim për ata që dëshirojnë të ushqen dhe shërim për smundje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thonë: uji më i mirë në fytyrë tokës është uji Zemzem. Është ushqim për ata që dëshirojnë të ushqen dhe shërim prej smundjeve. Me këtë dhe përmbyllim se si kryet dhe se si bëhet tawafi. Në pjesën tjetër vazhdojmë me sajin. Wassalamu alaikum.